Pastaj thot Allahu e urdhron melekun që me i sjell 4 gjëra për këtë person. Mirë po Allahu fazë pas faze, detaj pas detaj, vazhdimisht e ka vëmendjen të njeriut. Atëherë, ku është kujdesi i njeriut për hakun që ja ka Allahu të lartësuar dhe për gjitha këto të mira që Allahu po ja bën fazë pas faze. Andaj të nderuar vëllezër, për me i dhënë vlerë jetës, edhe për me i dhënë vlerë njerëzillokut, me pas vlerë tek Allahu i lartësuar, duhet që besimtari me i kujtu të gjitha këto faza, edhe me kujtu kujdesin e Allahut të lartësuar që ka pas ndaj tij. Ka që kujdesshëm Allahu ndaj meje, edhe ne do të jemi kujdesshëm ndaj tij. Të nderuar vëllezër besimtar, një ditë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam po ja jep një këshill shokëve të tij. Një këshill e cila ndoshta nuk do të ishte e qartë dhe e kuptueshme e tëra për kohën kur e thot ai. Mirë po, me që fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë shpallje, vijnë prej Allahut dhe janë mrekulli, ato pastaj me kalimin e kohës do të qartësohen edhe më tepër. Është pikërisht fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam në të cilën tregon se si ndodh krijimi i njerëzit. Dhe aty qartë e përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam i mbështetur me shpallje se krijimi i njerëzit në barkun e nanës së vet ndodh ndryshe nga ajo që e ka ditë shkenca dhe mjekësia deri në para pak dekadave të shekullit kalum. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 leylatan nutfa. Thot se tash Allahu çka po i tregon. Thot se secili prej jush kur është në barkun e nanës së vet niset 40 ditë ose 40 ditë është pik uji. Pastaj 40 ditë tjera i kalon pik gjaku. Pastaj 40 ditë tjera i kalon cop mishi. 3-40. Pastaj thot Allahu e urdhron melekun që me i sjell 4 gjëra për këtë person. Ja sjell shpirtin mas 120 ditëve. Ja sjell shpirtin, ja sjell exhelin. Domthon sa ka me jetu, edhe çfarë jete ka me pas, ka me qenë prej të lumturve apo prej të dëshpëruarve. Të nderuar vëllezër, më thon Simsim i përgjithshëm shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam e kapën. Edhe e kuptuan që njeriu po krijoi ka fazë pas faze, etapë pas etape. Këtë të cilën muslimanët që e kanë lexuar Kur'anin, se edhe në Kur'an janë të njëjtat etapa dhe faza, po edhe kanë lexuar këto hadithe e kanë pas të qartë, qartësi të cilën nuk e ka pas shkenca deri në vitet e 60 ose fillimi i viteve të 70-ta, ku kanë menduar se njeriu qysh i vogël, qysh pik uji është i kompletuar si krijesë në barkun e nanës së tij, pastaj shkon të urrit. Që do të thotë se këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam e thot për shumë arsye, për shumë sime të mëdha, ndërsa unë po i përmendin një 3, nëse i mojmë mend, edhe i përfitojmë, edhe i jetësojmë me lejen e Allahut të lartësuar, e kemi kuptuar mjaftueshëm këtë hadith. Mësimi i parë të nderuar vëllezër është sinjali shkencor për me tregu Allahu i lartësuar se këtë libër e ka zbrit ai që e ka kriju njeriu. Edhe po e din se në çfarë faza po jes njeriu. E ky libër, Kur'ani, përmban sinjale shkencore për me e dëshmu dhe me vërtetu besimin në Allahun e lartësuar, sepse këto njohuri nuk ka pas mundësi asnjë njeri kohës pejgamberit alayhi salatu wasallam as për afërmi me i sjellën. Kush i ka sjell këto? I ka sjell ai që po e krijoi njeriu që është Allahu i plotfuqishëm. Domethënë sinjali shkencor të cilin shkenca veç vën krejt e merr vesh. Mësimi i dytë, të nderuar vëllezër, është se pejgamberi alayhi salatu wasallam po don më na tregu për kujdesin e madh që Allahu e ka për njeriu. Për njeriu i cili është njeri që nëse e marrim edhe e krahasojmë me krijesat e tjera, me tokë, me qiell, e me planete të ndryshme, me 7 pol qiell, del që njeriu nuk shihet, humbet. Mirë po megjithatë, kujdesi kryesor edhe vëmendja kryesore e Allahut të lartësuar është te njeriu. Pikërisht te krijesa njeri, sepse kështu po e krijon në fazë pas faze. Edhe nëse në fazë Allahu po thot e krijon. Sepse në Kur'an Allahu i ka përmend këto faza edhe në fazë që unë krijim. Thot Allahu në Kur'an e përmend se njeriu në fillim është pik uji, pastaj e krijojmë gjak,
që do të thotë se kur ka lënë në pikë gjaku, ka lënë me tipare tjera, edhe ndryshon prej fazës që u kon te sa ka qenë ujë. Pastaj thot Allahu e krijon cop mishi, pastaj mishin e veshim, me mish e veshim eshtrat, edhe Allahu e bën një krijes komplet tjetër, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu është i lartësuar, krijuesi më i mirë. Krijuesi më i mirë dhe s'ka krijues tjetër, mirë po për me tregu veprën madhështore të Allahut se çfarë do me kriju Allahu, edhe çka mundet me kriju qeveria. Prej një pikë uji, pastaj pikë gjaku, pastaj cop mishi, pastaj me atë mish po i vesh eshtrat, pastaj po e bën njeri. Qysh është? Pikë uji po e bën njeri, edhe po ja jep formën më të mirë, dhe te barakallahu ahsanul khaliqin. Mon këtë tregon për kujdesin e madh që Allah e ka pas për këtë njeri. O njeri, në çdo fazë të jetës tënde, në çdo 40 ditë që ke kalu, Allahu ka qenë me tyje. Allahu ka qenë duke u marrë me tyje. Edhe duke të përcjell tyje, qoftë përmes mesazheve, qoftë direkt, se çysh po kalon, apo kalon fazën tjetër apo s'po kalon. Apo kalon pastaj në fazën e tretë, apo kalon fazën përfundimtare, a më ta sjell shpirtin apo s'më ta sjell shpirtin. Sepse gjitha këto po i bën Allahu i lartësuar. E ky interesim kaq i madh i Allahut të lartësuar në çdo fazë, edhe në çdo detaj të njeriu tregon se ky njeriu është i rëndësishëm te Allahu. Allahu po e bën krijesën më të rëndësishme në këtë gjithësi pas mellaçeve për me i tregu se ti e ke vëmendjen kryesore tëme. Po njeri, mirë, a e kam të ti vëmendjen tonë tash? Po vjen tjetra. A e kam vëmendjen tonë unë të ti, përderisa ti e ke vëmendjen tëme në të gjitha fazat. Atëherë, ku është kujdesi i njeriut për hakun që ja ka Allahu të lartësuar dhe për gjitha këto të mira që Allahu po ja ban fazë pas fazë. Mos më dhon urdhër Allahu. Soi pikë ujë më bë gjak zbat edhe dështon. Pastaj pikës së gjakut mos më dhon urdhër Allahu më bë cop mishi, dështon. Dështon abortin ndodh. Pastaj nëse don Allahu mos më dhon leje që më bë krijesë, nuk bëhet krijesë edhe ndodh aborti kështu më rreth. Mirë po Allahu fazë pas faze. Fazë pas faze, detaj pas detaj, vazhdimisht e ka vëmendjen te njeriu. Mirë, mësimi i tretë të ndëruar vëllezër. Nëse e kthejmë orën e kundërt. Edhe sikur do të më thonë Allah, o njeri, ti që po jes në tokë me mburje, ti që po mendon se s'ke nevojë për kërkënd, ti që po mendon se je i panevojshëm për Allahun dhe se ke kurfar haku Allahut, mos harro se ti ke qenë pikë uji. Apo do me ditë sa i madh je, apo do me ditë sa pushtet, edhe sa i fuqishëm, edhe sa i madh dhe sa madhështor ke qenë pikë uji. Ti ke qenë pikë uji. Edhe tash një pikë uji, e cila është kone pa vlefshme, që Allahu në Koran në një ajet tjetër e qunë që është pikë uji, por nuk është i vlefshëm. Edhe me i thonë Allahut ju, me i thonë Allahut zdu, me i thonë Allahut takshyrja apo më përshtatën mësimet e tua apo ju. Ku je ti? Sikur po don me i thonë Allahu përmes tyre mësimet. Ku je ti? Pikë uji me i dal përballë Allahut të fuqishëm, i cili krejt atë kujdes e ka treguar për tyje, edhe ti me i thonë ju Allahu, se ka dalë. Ka vakt. Si janë të rëndësishme këto? Edhe i dëgjon porositë e Allahut, i dëgjon porositë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikurse nuk ka dëgjuar kurrë. Pse? Sepse e mashtron fuqia që e ka, e mashtron mbusha e re që e ka, e mashtron mundësitë, e mashtron kapacitetet, nganjëherë e mashtron pushtetin, nganjëherë e mashtron fama, edhe me i thon jo Allahut. Nashta si thot direkt ju, po thot s'kam vakt herë. Pse? Sepse jam të zhvillu karrierë, jam të bë famë. Pse? Sepse jam të punu, jam të zhvillu biznes kështu. Pse? Sepse unë nuk kam nevojë për kërkan. S'kam nevojë me i lyp ndihmën e kërkujt sepse jam vetë i fuqishëm edhe vetë më i kry punë. Ndërsa mos harro, sikur po thot Allahu, mos harro se ke qenë pikë uji o njeri. O njeri, Allahu ka mujt me kriju njeriu automatikisht, qysh në hapin e parë komplet, qysh është me gjitha gjymtyrët e llogon. Madje edhe sa është i madh. Allahu me urdhëru me laçet që sa herë don me kriju një njeri, me bë prej dheut edhe me i thon bën edhe bëhet. Mirë po don me i tregu njerit se sa i pavlefshëm ke qenë, e pastaj Allahu fazë pas faze ta ka shtu vlerën, edhe sa vjen e kalon sa më shumë ujë që kalon gruaja shtatzon, aq më e bukur, aq më të bukura bëhen ndjenjat, aq më shumë emocione e presin lindjen e fëmijës, domethënë çdo fazë shkon të shtu ty e vlera, që dikur ishte i pa vlerë, ndërsa del edhe i thon mësimeve të Allahut pa vlerë. Ose këto nuk kanë rëndësi për mua. Po më unë e bëj jetën time, po e bëj edhe ndryshe. Nuk është patjetër me i marr obligimin. Nuk është patjetër kjo, nuk është patjetër ajo. Ban me ec edhe pa Allahun e lartësuar. Nështë dikush tekstualisht nuk e thot kështu. Mirë, po shumica e njerëzve po e thojnë këtë.
Edhe i thu që Allahu nuk është razi me këtë punë, edhe me këtë stil të jetës, edhe me këto që po e vepron ti, edhe sikur se s'ka dëgju kur gjë. Kujt po i thot? Jo. Edhe kush po i thot jo? Po i thot atij të plot fuqishmit, një pikuj që ka qenë. Andaj të ndëruar vëllezër, për me i dhonë vlerë jetës, edhe për me i dhonë vlerë njerëzillokut, me pas vlerë tek Allahu i lartësuar, duhet që besimtari me i kujtu të gjitha këto faza, edhe me kujtu kujdesin e Allahut të lartësuar që ka pas ndaj tij. Ka që kujdesshëm Allahu ndaj meje, edhe unë do të jemi kujdesshëm ndaj tij. Edhe unë do ta madhroj ato. Ai i cili më ka dhënë këtë vlerë, ka bën njëri që jam krijesa më e mirë në tokë. Dhe s'ka krijesë tjetër më të mirë, edhe pe kur gjohiqit, pe një pikë ujë ka bosh që s'ka pas vlerë, më ka bën vlerëshëm, edhe unë do të tregoj se Allahu i lartësuar është më i vlerëshëm i tonë. S'ka diçka më me vlerë se Allahu. Nuk ka diçka më me vlerë se mësimet e Allahut, porositë e tij, ajetet e tij, fjalët e tij dhe fjalët e më të dashurit e tij Muhamedit alayhi salatu wasallam. Po i morëm këto mësime, po e kuptojmë kështu hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse po na i tregon fazat e krijimit të njeriut, e kemi marrë mësimin. Por ndryshe pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka fol shkencë njerëzve, nuk ka qenë qëllimi final më jo fol shkencë njerëzve, ku shkenca ka qenë ndoshta në 0 ose në 0. Mirë, po qëllimi kur e ka thonë këtë fjalë pejgamberi alayhi salatu wasalam për kohën që e ka thonë, edhe për disa kohra derisa ka ardhur shkenca dhe ka evolu, ka qenë që me marrë vesh njeri se ku ka qenë, kush e ka bën njeri, çfarë faza ka kalu, edhe kujt po ja kthen shpinën, kujt po thotë jo, kujt po i del përballë, edhe me kanë po do mushti. Me Allahun fuqiplot, Allah i na rujt. Allahu na boft rob të nënshtruar dhe të devotshëm ndaj tij. Na boft që me kuptu veten, edhe me i dhënë vlerë vetës, edhe me shtu njerëzin, edhe me shtu ndershmërinë, edhe me shtu fetarin, duke qenë të nënshtruar dhe të porulur ndaj Allahut të lartësuar, dhe duke ndi nevojën e vazhdueshme për Allahun, që në asnjë moment nuk mundemi me jetu pa to, dhe na jemi që vazhdimisht kemi nevojë për Allahun, ndërsa Allahu s'ka nevojë për neve, as për asnjë krijesë tjetër. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.